veprat e mira të cilat I kanë bërë ata njerëz. Në çikot sot e quajmë humanizmin, rrugët e lidhë tharpesnore, për kujdesën ndaj të vabëkve, të varfërve, shoqërive që janë me aftësi të kufizuara e të tjerë, që në fakt janë vepra të mira. Allahu I madhruar ua asgjësan. Shpërblim sevap të Allahut nuk kanë për shkak të kufrit dhe të luftës së tyre kundër muslimanëve. Ata të cilët keferu, bën kufër Allahut, e mohuan Allahun te bareke ve taala. Nuk e besuan se duhet, bën kufër, e mohuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e mohuan Kur'anin, e mohuan Islamin, wa saddu an sabilillah, dhe vetëm që bën kufër ata, o fjala për idhujtarët, krerët me kas. Për kurishitët me kas, veçanti krerët parin e tyre, të cilët ngullën këmbë në kufrin, në idhujtarin, në paganizmin e tyre, në fen e të parëve të tyre. Dhe jo vetëm kaq, por ja bashkangjitën kufrit dhe shirkut, edhe elementin tjetër të pengesës, të vërjes së barrikadave, barrierave, përpara hovit, përpara dritës, nurët të Islamit, dhe më shumë se sa kaq, I luftuan me krejt potencialin që patën muslimanët në kryen pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për ata Allah pa thot alladhina kafaru, ata të cilët bën kufër, wa saddu an sabilillah, dhe penguan nga rruga e Allahut, nga përhapja e fjalës së Allahut, e penguan pejgamberin, penguan sahabët, e penguan muslimanët në lloj-lloj formash. Adalla a'malahum, Allahu atyre ua humbi, ua asgjësoj, ua zhvlerësoj amelet e tyre. Kjo njëra prej gjezave, njëra prej ndëshkimeve, me të cilat I madhi Allah I ndëshkon dëshman kundërshtarët e dinit Allahut dhe ata të cilët luftojnë dinin e Zotit. Pra atyne idhujtarëve me kas, të cilët ka prej tyne që kanë bërë mirë, gjithsesi, sepse me kaset, në gjahiliet, arabet në përgjithësi, e prej tyne edhe me kaset, kanë pas të pare të mira, nuk ka qenë krejt çdo sen e zezë të këta. Po, ka në besimit, nuk diskutohet çdo sen e zezë. Shirk, paganizëm. Por nga ana e etikës, ahlakut, nuk ka kanë çdo sen e zezë. Se fjala vi arab të kanë pas shumë të përhapur, mbajtjen e fjalës, mbajtjen e premtimit. Besën e dhanë. E ka dhanë besën ai, ose të ka shti ty në kanak, ose të ka marrë ty në besë, pse ke qenë të luftë me tjertë, insan I gjallë nuk guxon me ardhë në prek. Dhe jo vetëm kaq, por nëse të marrë ty në besë, të kanë të në shpitane, dhe unë a bëj me dija hasmeve tua që kabilas tjetër, se filanën në besë tem, prek në guxofshi. Ka thonë o kryja meselë. Pastaj, për kujdesin ndaj jetimve, rujtja lidhës farefisnore ka qenë shumë e njohur. Për kujdesin ndaj fukarave, lirimi I robëve, dhe shumë cilësi tjera kanë pasur, të mira. Por këtu të mira, në krahëzim tani me të këqija, janë kërkund. Për ata është qëti shoqëri ignorancës, gjahilijetit. Por jo çdo sen ka qenë erë, se do që tjetë. Veprat e mira të cilat I kanë bërë ata njerëz. Në qikot sot I quajmë humanizmin, rrugët e lidhë tharpesnore, për kujdesën ndaj të vabëkve, të varfërve, shoqërive që janë me aftësi të kufizuara e të tjerë, thuj që shdosh në kohën e sotit, që në fakt janë vepra të mira. Allahu I madhruar ua asgjësan. Shpërblim sevap të Allahu nuk kanë për shkak të kufrit dhe të luftës së tyre kundër muslimanëve. S'ka. La ilaha illallah. Dalin njerëzit me shumë vepra që kanë bërë këtë dynja para Zotit, por s'ka. Wa qaddimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haban manthura. Ajetet gjashme kanë kaluar sa të dush
Shumë ajete më herët, ku Allah ndërtothët që se ka jetën më herët, dhe u asillëm atyne, punë të mirat e cilët i kanë bërë, dhe u bëjmë hije plohen. Hije plohen. Pra nuk kanë sevap në botën tjetër.